seancës konstituive është thirrë për nesër, e pam që ka pas njëherë kundërshtime nga ish partitë opozitare për shkak që mes tjerësh kanë thënë që s'po respektohet vullneti i qytetarëve mirë, po zoti Avni Dehari e shfrytëzoi të drejtën e tij kushtetuese duke thirrur kështu seancën brenda 24 orëve me që të premten është edhe Bajram. A mendonin që do të ketë lëvizje në seancën e së nesërme? Jo, nuk pritet ndonjë lëvizje, do të thotë pasi që bllokada është politike. Kemi partinë fituese Lëvizjen Vetëvendosje, e cila ka 48 deputet dhe nuk duke bërë spaku sipas vlerësimit tim tentime serioze për të krijuar një shumicë. Të gjithë e dimë që Kosova është një republikë parlamentare dhe shumica në kuvend është përcaktuese për të gjitha vendimet e mëdha, siç janë emërimi i kryetarit apo kryetares së kuvendit, i qeverisë e kështu me radhë. Prandaj nuk ka ndonjë lëvizje të mirëfillt politike serioze për të krijuar një koalicion i cili do të siguronte shumicën prej 61 votave. Kemi pasur disa tentime nga zoti Kurti përmes shkresave drejtuar Lidhjes Demokratike të Kosovës, mirë po nuk kanë qenë synime serioze për të krijuar një koalicion të tillë. Një problem këtë drejtim është se zoti Kurti, kryeministri në detyrë, pra ka pasur një luks, një komoditet të qeverisjes për 4 vite i vetëm, do thotë pa një partner koalicioni të madh, pa ndarje në portfoljeve të mëdha qeveritare me askënd, përveç me pakicat. Dhe tani nëse hyj në një koalicion më të madh me Partinë Demokratike të Kosovës apo Lidhjen Demokratike të Kosovës, duhet ndarë jo vetëm disa prej ministrive të rëndësishme, por duhet ndarë edhe 2 nga 3 postet kryesore shtetërore. Zakonisht formula deri tani ka qenë që posti kryeministrit barazohet me 2 poste tjera. Nëse në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje do donte ta mbante postin e kryeministrit, atëherë do duhej të jepte postin e kryeparlamentarit apo kryeparlamentares dhe presidentit apo presidentes partisë tjetër. Prandaj është një ndryshim në mendësi që duhet ta bëjë Lëvizja Vetëvendosje, sepse më nuk i ka numra të qeverisë vetëm siç i ka pasur në vitin 2021, tani ka rënë 48 deputet, pra është një realitet i ri për çka duhet edhe një koalicion më i gjerë për të kaluar në fazën më të tjeshme. Në fakt, 2 ditë më parë, nisma socialdemokrate ka pasur edhe takime me shoqërinë civile dhe janë shprehur përsëri të gatshëm që të ndihmojnë të dalin nga ngërçi politik, mirë po njëjtë nuk po reflektojnë edhe në kuvend. A mos po presin ndoshta edhe nisma socialdemokrate ndonjë post të lartë, siç po e quani jo, që ndoshta të japin 3 votat e partisë që ata i kanë edhe për kryetar të kuvendit, por edhe për formimin e qeverisë më pas? Po pikërisht zoti Lima i ka pasur disa kërkesa për zotin Kurti. Një prej atyre kërkesave ka qenë që ai vetë të emërohet kryeparlamentar, të cilin zoti Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk e pranojnë. Siç është bërë ditur nga raportimet e mediave, nga burimet e brendshme në takimin që kanë qenë me presidentën, liderët e partive politike, aty thuhet që zoti Kurti ka thënë që ne nuk e votojmë me zotin Limaj për kryeparlamentar. Pra, vërtetohet ajo që thash më herët se zoti Kurti nuk dëshiron t'i ndajë 3 pozitat kryesore me askënd, e aq më shumë edhe qeverinë. Prandaj edhe jemi në këtë ngërç politik. Një gjë nuk duhet haruar. Fitoria nuk është vetëm privilegj, ka edhe përgjegjësi. Nëse je i pari fituesi i zgjedhjeve, ke edhe përgjegjësi dhe detyrë që të themelosh qeverinë, ke detyrë që të krijosh shumicën. Se krijimi i shumicës edhe themeluesit e parë demokracisë, nëse kthehemi disa shekuj mrapa, kanë para pa situata të tilla që nuk mund të ketë pëlqim të gjithëve, që demokracia nuk është ëmbëlsirë për të gjithë. Po, se do të ketë situata të tilla ku nuk ka pajtim. Prandaj është menduar që në këto raste duhet vendosë shumica, qoftë edhe për një vot, qoftë edhe për një ulse në kuvend. Prandaj fitoria në zgjedhje do thotë bie edhe përgjegjësi, jo vetëm privilegje, e kjo përgjegjësi është krijimi i shumicës. Pa krijim të kësaj shumice nuk mund të ecet përpara as me kryeparlamentarin e as me themelim të qeverisë. Kanë qenë disa prej deputetëve të Lëvizjes Vetëvendosje që mes tjerash e kanë pranuar që
po e fos në thojza që po i lusin edhe deputetët e tjerë të partive, jo vetëm të nismës socialdemokrate, ta ndihmojnë në mbështetjen e Albulin Agjiut për kryetuaret të kuvendit, kanë qenë edhe raportimet në media dhe po sot u pan edhe disa prej deklarimeve të vetë deputetëve të partive tjera. Mendoni që do shta du të ketë lëvizje në këtë aspekt sa i përket kësaj çështje? Fillimisht vetëm për votimin e kryetuarit të kuvendit. Unë mendoj se nuk do të ketë, sepse përpos disa rasteve që janë bë publike në media, kemi informata edhe për disa raste tjera, që nuk janë bë publike, ku lëvizjave të vendosje apo personat autorizuar nga lëvizjave të vendosje zyrtar të lartë kanë bërë oferta familjarëve apo vetë deputetëve apo deputeteve të kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilat janë refuzuar, do thotë po flas gjithmonë për deputet nga partitë tjera, LDK apo PDK apo dhe AK. Nuk mund të specifikoj nga cila parti kanë qenë ata deputet, po gjithsesi është përfolur dhe ka raportime se janë bërë oferta të tilla. Mirë po për këtë arsye, ata synojnë që ta bëjnë, ta kthejnë procedurën e votimit përmes votimit të fshehtë, sepse rruga për të bërë deputet është e mundimshme. Shumë prej atyre kandidatëve që kanë kaluar 3 apo 6 muaj fushat, shpenzime materiale, financiare, e kështu me radhë. Dhe tani është vështirë që të hiqet dorë nga ai post që të shkohet eventualisht në zgjedhjet e reja të hershme, pa bërë asnjë votim të ligjit, pa e shiju s'paku një herë atë privilegj, po pra po them edhe përgjegjësi. Prandaj në këtë llogarit lëvizjave të vendosje se në rast të shkuarjes në vota të fshehta, aty nuk do dihet më kush do të votojë pro apo kundër. Dhe aty mund të llogarisen në votat e shumë prej deputetëve të cilët nuk duan të shohin edhe një palë zgjedhje, po do donin që ta shijojnë pak atë post. Është gjithsesi kogja egoiste një veprim i tillë, duke mos marrë parasysh edhe pozicionet partijake apo strategjike, mirë po partitë nuk do të kenë mundësi të kontrollojnë në rast të votimit të fshehtë deputetët se si po votojnë. Edhe tjetra është që ndoshta a mund të them, a ka frikë partia fituese nëse veç votohet, po e them, kryetaria e kuvendit, më pas a do t'i siguroj edhe votat për formimin e qeverisë, duke vënë në pikpyetje në rast se po e zojmë bëhet me votim të fshehtë. Mirë, po më pas janë disa afate kushtetuese deri në formimin e qeverisë. A mendoni që ndoshta edhe kjo mund të jetë njëra prej arsyeve kryesore që zoti Kurti nuk po lëshon për emrin të Albulin Agjiut? Po jo, se në qoftë se ti kalohet kjo fazë me çfarë do procedure, apo në qoftë se ndonjë mënyrë tjetër do t'i siguron votat për ta votuar zonin Agjiu, atëherë për fazën tjetër të votimit të qeverisë, zoti Kurti do t'i afrohej zotit Limaj dhe do të bënte një koalicion me nismën. Në qoftë se do të pranonte zoti Limaj, pasi që kushti i kryeparlamentarit më bie në ujë, nuk është pjesë e kombinimit apo ndarjes së portfoljeve. Gjithashtu më pas do të ketë punë edhe me 2 deputetët nga komunitetet pakicë, se do të kanë vënë kushte që është themelimi i një komune bosnjake apo edhe marrja një posti ministror, me cilët më pas do t'ishte më lehtë që të negocioj për të arritur deri te vota e 61. Këtë ka thënë edhe zoti Kurti në një intervistë në një medium tjetër, që thotë le të votojmë kryeparlamentarën dhe të shohim më pas ai kanë votat. Që të thotë tregon prap atë dëshirën e tij që të mos ndajë asnjë prej 3 posteve kryesore me asnjë parti tjetër, po që të 3 ti merr vetë. Pra po e them, sikur në këtë fazë ai të hyjë në diskutime serioze me një prej partive tjera për të bërë shumicën, atëherë shumë lehtë do ta bënte atë mirë, po do duhet të sakrifikonte postin e kryeparlamentarit plus ndoshta edhe postin e presidentit apo presidentes në mars. Po mos harrojmë një gjë, ka ndryshime të mëdha gjeopolitike në botë, ka krizë, po na pret një krizë e madhe, kemi ndaljen e fondeve të USAID-it, të cilat kanë qenë të konsiderueshme dhe ndoshta kanë arritur deri në 80 apo 100 milion euro në vit. Ende jemi në masa të BE-s. Tani me mos konstituim të kuvendit rrezikohen edhe shumë marrëveshje të tjera që sjellin ndihmë nga Bashkimi Evropian. Rritja e çmimit të energjisë elektrike, të gjitha këto rrezikojnë të shkaktojnë një krizë të madhe ekonomike dhe sociale në Kosovë, sidomos
në vjeç dhe në dimër, kur do të rritën edhe faturat e jetës e shpenzimet e tjera. Prandaj Kosovës i duhet një qeveri më e fuqishme, i duhet një qeveri cila do të jetë në gjendje që të meratoj edhe mendime më të mëdha, nëse duhet në relacion me dialogun me Serbinë, sepse kur të vijë radha e marrjes me Kosovën nga administrata Trump, atëherë me të vërtet duhet të jenë të gatshëm të marrin mendime të mëdha. E kjo nuk duhet të ndodhë nga një qeveri ose nga një parlament me një shumicë të thjeshtë apo jo të paqëndrueshme. E thatë edhe në fillim që as nesër nuk prisni që të bëhet konstituimi i kuvendit, mirë po deri kur ndoshta mund të vazhdohet në këtë mënyrë, ose a ka ndonjë hap më konkret që do të mund ta zgjidhte këtë krizë përjashtu këto koalicionet ose marrëveshjet politike? Po tani më është një kërkesë në gjykatën kushtetuese rreth e dorëzuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe një grup tjetër i deputetëve. Në anën tjetër kemi edhe deklaratën e presidentës edhe pas takimit me liderët e partive politike, që për mua ka qenë një deklaratë mjaft shqetësuese, sepse presidenti deklaroi se në qoftë se ka vonesa të mëdha, atëherë do ta shqyrtoj adresimin e një pyetje te gjykata kushtetuese, që unë mendoj se vonesat do qenë më të mëdha, janë te i kalu. Isha duke ju pyetur mos është te i kalu. Është te i kalu, edhe atë ditë kur ka bërë atë vonesat kanë qenë të mëdha. Tani më po bëhet sa muaj nga mbajtja e zgjedhjeve, 4 muaj e tepër dhe ende jemi pa qeveri. Qeveria vazhdon të mbajë takime të cilat nuk janë legjitime. Unë kam pas përvojën personale të punoj me 5 kryeministra si shërbim civil, dhe në momentin që janë shpallur zgjedhjet, në fakt, kryeministrat janë njoftuar nga sekretari se ata nuk mund më të marrin vendime të mëdha, nuk mund bëjnë emrime të larta siç janë nëpër borde apo nëpër pozita të mëdha. Mund të marrin vetëm ndonjë vendim eventual rreth ndonjë fatkeqësie natyrore, ndonjë vendim të thjeshtë, të vogël për të siguruar funksionimin e administratës, por jo më shumë. Ndërsa tani jemi duke parë që qeveria po mblidhet, po merren vendime, thuja se është një qeveri kuptim plot. Mirë, po vota e ka një afat, zgjedhjet e ka një afat, dhe ajo është afati 4 vjeçar, mandati 4 vjeçar. Në momentin që s'ka dojnë ato 4 vite, qeveria më nuk është legjitime. Nuk është legjitime të marrë vendime të mëdha. Për këtë arsye është shqetësuese gjithë këtë situatë, dhe prandaj shpresoj që edhe presidenti ndoshta do të merr hapa për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese me një sqarim. Mirë, po ku është problemi tjetër? Problemi është që gjykata kushtetuese tani më ka një vendim paraprak që i jep të drejtën vetëm grupit më të madh parlamentar të propozoj emrin. Prandaj gjykata nuk mund të merr vendim që ta invalidoj atë vendim, që ta shpall pavlefshëm, duke i dhënë opsionin edhe dikujt tjetër që të jep ose të propozoj kryeparlamentarin e ri. Kështu që prap mund jemi në një situatë ku vetmia gjë ndoshta që gjykata kushtetuese mund të merr vendim është të caktojë një afat. Po brenda atij afati çka pas? Nuk e di nëse guxon edhe ka hapësirë edhe të kërkoj ose të marrë vendim që në rast të dështimit të një kandidati të propozon kandidat të tjerë. Ky do të ishte ndoshta një hap në tejkalimin e ngërçit. Prandaj këto dy mundësia e parë është që të përcaktohet një kohë e arsyeshme për emrim dhe për konstituim të kuvendit dhe për emrim të kryeparlamentares apo kryeparlamentarit, dhe e dyta ndoshta edhe do të mund të kërkoj që në rast se një kandidat dështon, duhet të propozoj kandidatin tjetër. Mirë, po nuk mundet asesi që të invalidoj vendimin e kaluar dhe të thot se duhet të propozohet nga një grup tjetër parlamentar, grupi 2 apo i 3 apo kështu me radhë. E përmendet i rendetet në fakt edhe çështjet kryesore që tashmë qytetari i Kosovës po përballen, si me shtritimin e çmimit të rrymës, masat në NBE, qysh komunat e dim se shumica prej komunave grande të cilat i kanë fituar për projektet e tyre nuk mund t'i marrin parat për shkak të masave të BE-s. Në ndërkohë kemi zotin Kurtin si parti fituese dhe si një mandatar në tentativë. Dhe vazhdon të thot në çdo adresim të tij të mundshëm të pyetur nga gazetarët në ato pak fjalë që ai thot që zonjën Albolina Haxhiu nuk do ta ndryshojë si emër, ndërkohë janë vetë partitë e
ish opozitës, nëse mund t'i themi kështu, që kanë thënë që një emër tjetër do t'a votonin. A mendon që duhet të reflektim, zoti Kurti, në këtë aspekt të pas parasysh që kanë qenë qytetarët ata që ja kanë dhënë fitoren? Unë po mendoj që zoti Kurti ka të drejtë të përcaktoj kandidatin që e ka, që dëshiron partia, apo kryesia, lëvizjet vetëmbose, apo organet drejtuese. Mirë po, zoti Kurti paralel me këtë duhet ta di që duhet ta siguroj shumicën. Ne kemi edhe shumë deklarata të zotit Kurti kur ka qenë opozitar, ku i drejtohet partive në aso kohë në pushtet, se ju thotë ju duhet ta keni shumicën, nuk mundi ta t'i kaloni këtë hap me 52 vota apo kështu me radhë. Prandaj është e drejtë e tij të propozoj kënd të doj, po paralelisht duhet sigurohet shumica. Ai duhet ta ketë shumicën. Ajo është obligim i tij, ajo është detyrim i tij, siç e thash më parë, fitoria në zgjedhje nuk është vetëm privilegj, nuk është vetëm festë për fituesin, po është edhe detyrë, edhe përgjegjësi për me themelu institucionet. Në anën tjetër, ne dim populli Kosovës sa ka vujt për mi pasur institucione, edhe ajo sallë e kuvendit tani më është shndru në një cirk të madh. Kjo është hera e dytë që do të thotë kuvendi i Kosovës bëhet lajm nëpër media ndërkombëtare për të keq. Kemi pas rastin e parë kur u hudhej gazi Lëtësjellës. Tani kemi rastin me këtë tentative dhe 26 të dështuar. Prandaj kemi hyrë edhe në literaturë akademike rreth parlamentarizmit dhe çështjeve demokracisë, si një rast për dy raste jo të mira fatkeqësisht, të cilat shpresoj që nuk do të përsëriten më, dhe kjo do t'i kalohet sa më parë që është e mundur. Ndërkohë, presidentja një takim e ftoi në tentim për ta përdal nga gërshi politik, ndërsa sot i dyti që për zgjedhjet lokale u propozuan edhe datat, tash t'i ka mbet presidentës me vendosë për datë, ndërkohë vetë vendosi që në takim ta qaj Albolena Haxhiun. A mendoni që Kosova në këtë ngërsh politik që është aktualisht, është e gatshme për zgjedhjet lokale? Po zgjedhjet lokale duhet marrë ndama, dhe thot, për këtë arsye dhe kemi ndarje të pushtetit mjaft të qartë dhe mjaft të mirë në shumicën e aspekteve, dhe nuk duhet të përzihen në këtë drejtim. Edhe vetë dërgimi i zonjës Haxhiu në atë ishte një sinjal, dhe thot, nga kryeministri Kurti në detyrë, sepse zoti Kurti do duhej ta prioritizonte këtë takim dhe të vinte, sepse ka qenë më me rëndësi se sa një vizitë që ka bërë në një komunë në Gjilan dhe ishte nëse s'gaboj edhe në Obiliq, apo diku, çellat të thotë kanë mund në ushty, nuk kanë qenë aq me rëndësi sa ka qenë këtë takim. Po vetë delegimi i zonjës Haxhiu do të thotë i ka dy komponenta që do të marrë parasysh. Një do të thotë që zoti Kurti është e vetëm mbi presidenten dhe nuk i raporton edhe që se ftohet nga presidentja. Dhe dyta është se vetë delegimi i zonjës Haxhiu simbol që do thotë nuk do të lëshoj pe në rastin me zonjën Haxhiu. Tani presidentja është në një situatë ku i ka vetëm edhe disa muaj, po më pak se një vit mandat, dhe po më që është duke kalkuluar, ende dhe nuk, po më duke sikur nuk e ka guximin që t'i drejtohet kushtetutës që të merr një rol më të madh. Po mendoj që është koha, sepse ka obligim kushtetues që ta ruaj unitetin e Republikës dhe funksionimin demokratik të institucioneve, që momentalisht ne nuk kemi funksionim demokratik të institucioneve. Zotja Haradinaj ka thënë që shkarazi në këtë takim është përmendur edhe për situatën aktuale politike dhe janë përmendur edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme, ndërsa pas takimit vetë zonja Haxhiu ka thënë që në të njëjtën ditë mund të votohet edhe për zgjedhjet lokale edhe për ato të qeverisë, për një kryeministër të ri, nëse mund të them. A do ta pështjellonte gjithë sistemin nëse veç do të ndodhte një gjë e tillë? Mbajtja e dy palë zgjedhjeve do të ishte jashtëzakonisht e keqe për demokracinë, do të kishte mbi ngarkesë të madhe të KQZ-s, do të kishte mbi ngarkesë për secilin votues, do shkaktoi konfuzion me 3 lista apo 4 të votimit, përfshirë edhe asamblenë komunale, parlamentin, kryetarin e komunës, dhe mbi të gjitha ashtrohet pyetja pse, ç'është nevoja me zgjedhjet parlamentare. Çka nëse prapë edhe gjasa atje do thotë mos të pas në ndryshim të madh në këto rrethana. Nuk ka ndonjë ndryshim të madh në rezultat. Edhe nëse
shkohet në ato zgjedhje. Ato është një tendencë tjetër që, sepse psikologjia e votimit ose votuesit është që shpesh herë votuesit din të votojmë inercian dhe sidomos në vende në zhvillim siç është e ne, ku nuk kemi një popullat mjaft mirë të edukuar, sepse për këtë arsye dhe kemi numër të madh të fletvotimeve të pavlefshme apo gabimeve në votime kështu me radhë. Prandaj është një farë aspekti psikologjik që si duket lëviza vendosje ka studiu dhe din se qytetarit ka tendencë të madhe, jo vetëm në Kosovë, po globalisht, të votoj me inercian. Do të thotë nëse voton për lëvizjen vendosje në masën 42%, i rrit gjasat që të arrit votën edhe në nivel lokal, sepse votohet me inercian, janë studime shkencore të cilat tregojnë se në raste të tilla ka ndryshim në zgjedhje tjera. Përndryshe, po shihet që lëviza vendosje nuk është se ka punuar me kandidat për nivel lokal, prap do të ballafaqohet me situatën e njëjtë sikurse në vitin 2021 ku nuk do të ketë personalitete të fuqishme për të garuar në shumicën dërmuese të komunave. Prap do të thotë është kogja kontradiktore se një parti e cila në vitin 2021 kishte mbi 50% dhe tani ka prap një shumicë solide mbi 42% dhe me gjithatë mbështetje popullore të mos ketë kandidat apo personalitete të shquara për nivel lokal, ndërsa në anën tjetër e dim se si të dhënat empirike, ashtu edhe studime shkencore edhe përvoja që kemi deri tani, në nivel lokal votohet kogja shumë për personalitetin, do thotë kandidati që mpesh më shumë se partia, që është parë edhe është reflektuar edhe në zgjedhjet e tetorit të vitit 2021, cilat nuk kishin askund të parafërta me rezultatin e zgjedhjeve qendrore që mbajtën vetëm 8 muaj më parë. I përmendë edhe vetë që disa prej partive tashmë ja ka nisë me zyrtarizu dhe kandidatët, vetëvendosje në komunat që tashmë i ka duke qeverisur, i ka rikandidu të njëjtit kryetar, ndërsa partit tjera i kemi të emra, disa të tjerë vazhdojnë të punojnë brenda. Mendojnë që do të ketë gardë fort mes kandidatëve në këto zgjedhje, apo do të shkojnë me të vjetrën? Ende është herët me konstatu për shkak se nuk i kemi ende kundër kandidatët. Edhe në ato komuna ndoshta përveç Gjilani që është konfirmuar kundër kandidati prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, në qytete tjera ende nuk kemi kundër kandidatët për kandidatët që janë nominu deri tani. Prandaj duhet pritur, sepse siç e thash, kandidati që mpesh më shumë se sa emri i partisë në këtë rast, sepse qytetarët tentojnë të votojnë për personalitetin dhe kandidatin. Prandaj varet gjithçka se kush do të jetë kundërkandidat i këtyre kandidatëve të nominuar deri tani dhe aty do të zhvillohet loja. Më pas e kemi parë shumë raste që rezultati ndryshon shumë në balotazh në rundin e dytë. Do thotë ndonë se një kandidat ka qenë i dyti me një diferencë të madhe për shkak të koalicioneve, më pas ka arritur të fitojë zgjedhjet. Prandaj janë shumë faktorë, shumë parametra që duhet merren parasysh, për cilat është mjaft herët për folur pa i pasur edhe të gjitha emrat e kandidatëve. Sipas jush, qytetarët tanë e kanë arritur çat pjekuri politike që me dallu kandidatin prej partisë, se deri vonë është votuar për parti. Se kam pa fare kush ka qenë kandidat, me rëndësi ka qenë partia me fitu. Po në nivel lokal është vërtetuar, se që thash vitit 2021 dhe më parë kemi pasur të dhënat e njëjta, edhe të dhënat e vitit e zgjedhjeve tani, të dhënat nga sondazhet që janë bërë nga exit pollet, në pyetjet se qa është prioriteti juaj kur keni votuar, nëse s'gaboj, mbi 40% në 2 rastet të exit polleve kanë qenë lideri i partisë. Do thotë prapë do thotë janë orientuar ka lideri i partisë. Rreth 20% kanë qenë rreth të programi dhe diku në 20% tjetër për tema të tjera. Prandaj vazhdon lideri i partisë apo kandidati kryesor në nivel lokal vazhdon ta ketë primatin apo prioritetin të votuesi i Republikës së Kosovës. Dërgoj përmendëm edhe presidentën, zgjedhjen e presidentit që do ta kemi menjëherë vitin e ardhshëm, në rast se nuk do të kemi dakordem edhe mund të kemi përsëri zgjedhje të jashtëzakonshme. A mendoni që përsëri ndoshta do të ketë një ngërë sa i përket emrit të presidentës?
Po, Kosova ka pas raste të tilla kur ka pas ngërçe rreth presidentes dhe janë zgjedhur në forma të ndryshme, tash është çështje tjetër a kanë qenë legjitime apo jo. Mirë po tani më kemi fillu të bëjmë një përvojë institucionale në atë drejtim. Mirë po mendoj se që si situata me themelim të qeverisë, ashtu dhe me emërim të presidentit, do në varet nga krimi i një shumice. Prandaj e thash më herët që do të ishte shumë më mirë, sikur do të kishte një koalicion më të gjerë, që do të kishte shumicën për votim të kryeparlamentarit apo kryeparlamentarës të qeverisë dhe pas 10 muajve apo më pak sa kanë mbetur, edhe të presidentes apo presidentit të ri në rast se kemi në një embër të ri. Të gjitha këto prapë duke i marrë parasysh në këtë kontekstin e krizave, ndaljes së fondeve, zhvillimeve të reja gjeopolitike në botë, administratën e re në SBA, në Gjermani, në shumë vende tjera, ku do thotë atyre shteteve duhet një partner i fuqishëm dhe vazhdojnë ta përsëritin atë gjë, vazhdimisht ambasadorët e shteteve të Quintit, sidomos në Kosovë, se ju duhet një qeveri e mirë, e fuqishme, e cila do t'i çojë përpara proceset me të cilat ballafaqohet Kosova. Dhe dje dhe pardje në Bruksel, në nivel krye negociator, shpati edhe takime fillimisht zëvendës kryeministrin në detyri Kosovës Besnik Bislimi, u takua me emisarin e Bashkimit Evropian Peter Sorensen, një ditë më pas, Petar Petković i Serbisë, mirë po nuk pati takim trepalësh. Në komunikatën zyrtare të zyrës së kryeministrit u tha që nuk do duhej ndoshta të shihej ngërçi politik si pengesë për këtë proces, a e vlerësoni ju të kundërtën e kësaj? Po, është e kundërt, sepse do të thotë prapë them nga legitimiteti i kryeministit në detyrë për të marrë vendime të mëdha, siç janë vendimet e dialogut. Më parë vendimet e dialogut kryesisht janë marrë nga një grup i unitetit apo një grup më i gjerë i spektrit politik, për shkak se këto janë vendime të cilat ndoshta do të formsojnë edhe historinë e ardhshme dhe të ardhmen e Republikës së Kosovës. Mirë po në anën tjetër mendoj që edhe ke kam potencuar edhe gjatë vitit të kaluar, se ky vit do të jetë një vit i dështuar në aspektin e dialogut, nuk do të ketë në një marrëveshje të re, nuk do të ketë hapa të mëdhej në zbatim të marrëveshjeve aktuale, kryesisht për shkak të këtyre rrethanave. Një, se patëm zgjedhjet qendrore në Kosovë, tani veç jemi në qershor dhe nuk kemi qeveri, shumë shpejt më rinë në verë dhe nga shtatori do t'jem në fushat të zgjedhjeve lokale, kështu që faktikisht viti 2025 do t'jetë një vit i vdekur politikisht, si në aspektin e brendshëm, ashtu edhe në relacion me dialogu. Gjithashtu, presidenti Serb Vučić është duke u përballë me një situatë që nuk i ka pas më parë, me protesta të mëdha, me lëvizje të mëdha studentore dhe qytetare. Prandaj edhe presidenti Serb Vučić ka legitimitetin kogja të kontestuar në këtë fazë dhe nuk është në gjendje të merret me dialogun. Do të ripërsëritur çdo vendas në dialog, edhe kjo tani që po ndodh, shkon në dëm të Kosovës. Kosovës i duhet ta përmbyll sa më shpejt këtë proces. Ende do thotë Kosova derisa të ketë të hapur kapitull të dialogut, Serbia është duke shitur ata në diplomaci si një çështje të pambyllur, si Kosova se një shtet sovran të dialogoj me një shtet tjetër. Nuk ka nevojë. Përpos në qoftë se ka çështje të pazgjidhura të sovranitetit. Prandaj veç jemi vonë me këtë proces dhe çdo ditë që shtyhet më shumë, situata është duke shkuar fatkeqësisht në disfavor tonin. Stimulo dhe faleminderit shumë për prezencën dhe për opinionin tuaj. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë me njëherë pas marketingut, kthehemi me pjesën e dytë të këtij edicioni informativ.